Mbeturinat në rrjetin e kanalizimeve vijojnë të jenë një problem shqetësues, jo vetëm për qytetarët, banor të këtyre zonave, por edhe për vetë ndërmarrjet e bashkisë, të cilat e ndjejnë këtë situatë më shumë në Komerreshi Shiu, kur shfaqen edhe problematikat. Pamjet që po ndishtin në ekran janë filmuar në lagjen 24 maj dhe nuk janë të parat që sillen në këtë territor, por duket se simfonia përsëritet. Qytetarët i bien shkurt duke hedhur mbeturinat në rrjetin e kanalizimeve, të cilat më pas përfundojnë në hidrovor, duke sjell edhe bllokimin e pompave apo edhe dëmtime të ndryshme të tyre. Ky veprim i papërgjegjshëm sjell probleme të mëdha për qytetin, kryesisht në Komerreshi Shiu. Siç shikoni, një sasi e konsiderueshme e mbetjeve urbane kanë përfunduar në këtë kanal shumë të rëndësishëm të qytetit që grumbullon ujërat e larta drejt hidrovorit. Megjithatë, duhet të merren masa me qëllim që qytetarët të ndërgjegjësohen për të mos hedhur mbeturinat në rrjetin e kanalizimeve. Po ashtu edhe ndërmarrjet e Bashkisë së Vlorës duhet të jenë më të përgjegjshme për të bërë të mundur detyrën e tyre për të pastruar mbeturinat në kohë dhe për të mos lejuar që ato të përfundojnë më pas në vaskën e hidrovorit duke dëmtuar pompat.